mbi 8.6 milion euro për shëndetësinë publike i ka dhuruar Action for Mothers and Children ndër vite. Vetëm vitin e kaluar, kontributi ka arritur në 1 milion euro. Këtë javë, AMC mblodhe akterët kryesor për të diskutuar se si donacionet e banave dhe pajisjeve medicinale mund të ndihmojnë në mbështetjen dhe reformat e sistemit shëndetësor publik në Kosovë. Aty u tha se si flakonat survanta të ardhur si donacion nga AMC, kryesisht përmes AmeriCares, kanë shpëtuar mijëra jetë të foshnjëve të lindura para kohe në Kosovë. Realisht bebet e posalindura ose të lindura para kohe, në rast se nuk e kanë këtë produkt, ato kanë probleme me zhvillimin e mushkërive, me frymare dhe është jetë shpëtues. Domethënë në momentin kur është jetë shpëtues dihet çfarë nevoje dhe çfarë rëndësie ka ky sigurimi i këtij produkti. Fillimisht surfaktanti nuk ka qenë pjesë e listës esenciale. Edhe pas përfshirjes nuk ishte e regjistruar në Kosovë, duke e vështirësuar sigurimin nga shteti. Andaj Mehaj theksoi se donacionet kanë ndihmuar në ruajtjen e vazhdimësisë së furnizimit. Muna me thujë se klinika ka arrit me siguru produktin, fal donacioneve dhe donatorëve dhe mos më shkut zinxhiri furnizues dhe sot e kësaj dite vazhdimsi kemi ndihmës qoftë për organizatës, por në këtë rast edhe për shtetin. Që nga viti 2006, AmeriCares ka ofruar 4150 flakona të surfaktantit, një medikament jetë shpëtues, ka thënë Dimitri Popov, drejtor i asociuar për partneritete në Euroazi nga AmeriCares. Sipas tij, AMC ka qenë partneri besuar dhe çdo donacion ka arritur tek një foshë në nevojë në momentin e duhur. Përveç surfaktantit, AMC me partnerët këtë vit kanë dhuruar deri në 1 milion euro medikamente dhe pompa për fëmijët me diabet. Klinika pediatrisë fatmirësisht është e përkrahur shumë në aspektin e donatorëve, përfshirë këto edhe donacione nga AMC-ja, i cili ka qenë donacion në vitin e kaluar për fëmijët me diabet mellitus të tipit 1. Donacioni është ka qenë për 9 fëmijë, do të thënë me pajisjet të cilat bëjnë matjen e vazhdueshme të glukozës në gjak, të sheqerit në gjak. Ky është një donacion shumë i mirëseardhur, duke pasur parasysh se kontrollimi i kësaj sëmundje, përkatësisht menaxhimi i diabetit, përbën një sfidë shumë të madhe për fëmijët. Rastet të cilat janë përzgjedhur për vendosjen e pompës dhe të aparateve për matjen e glikemisë kanë qenë raste të përcaktuara sipas indikacioneve të cilat mjekët e repartit të endokrinologjisë i kanë përcaktuar dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha theksoi rolin e donacioneve në ndërtimin e sistemit shëndetësor publik në Kosovë. Fitim Sadiko, menaxheri i projekteve dhe zyrtari i donacioneve në AMC, tha për Katror Media se klinika e neonatologjisë ka përfituar më së shumti nga donacionet që AMC ka dhuruar që nga viti 2011. Kohët e fundit donacionet po shkojnë edhe te klinikat e tjera. Të theksohet donacioni i vitit të kaluar në vlerë mbi 500.000 euro për klinikën e endokrinologjisë për terapi që trajtojnë, domethënë apo menaxhojnë diabetin e tipit 2 tek të rriturit. Një nga rekomandimet kryesore nga tryeza e rrumbullakët ishte rritja e qëndrueshme e buxhetit për barna dhe pajisje mjekësore në përputhje me nevojat reale të sistemit shëndetësor.